lejeni vajzën 18 vjeqare rahat. Çka mendoni ju? Dhe Jani 33 vjeç me 2 fëmijë me pas qenë i mirë i kishte najt gruaja. Okej. Përpara se ti përgjigjeme, sa të ka lëndu komentet e tilla në rrjet? Nga unë tash mas jam 33 vjetë dhe nuk dikuna për këtë në komente, se marrë me sportivitet. Për ndryshe vejan nuk jam. Zbesoj që i kum shku një vojzës 18 vjetë mbrapa, kështu që e kom ceko në përpara, se i di se farë mentaliteti kem na dhe vetë tek one, si person, nuk muj më kam me një vojzë 18 vjetë, sepse vojzën e kam 13 vjetë, më thonë 5 vjetë përpara, kërë kom cekë këto, unë vetë si person nuk muj më nga për mas një vojzës 18 vjetë. Unë e di që ti asnjëherë nuk është që ki pas afrimitet ndaj Elionës, po flitet për Elionën, por a mendon që është fair njerëzit të shprejnë mbledhje kaq ndaja në rrjet, sikurse personazhe si ju nuk keni asnjë emocion, jeni robota? Unë e besoj që shumica e njerëzve kur komentojnë nuk kanë as fotot profilit, besoj që janë me një fshat dikun mbyllur vetë ose janë të frustruar si persona dhe nuk kanë që me bo gjatë ditës, komentojnë, nuk është që më dikën direkt, kurse... E kemi komentin aty lartë, i cili po thot, Toni, je një djalë, Flori, edhe fëmijët e tu janë krenar me ty. Okej. A ki pas shumë komente të tilla? Po, fiksu, 90% komente disa nga banorët aty mrenda gjithmonë e kanë thonë që Toni është djalë Flori. Tash unë e kom japa të vetën, më këshyrë edhe më kon vetja sa ma shumë, qaj që më kon bile dhe ka funi, qaj është Toni real në jetën e përdeqme. Edhe ti po thu Toni. Po, ma kanë ndru pak. Po i ndryshojmë edhe komente tjera i kemi këtu? Okej. A pe lexon atje të parën ose zgjedhe ti? Unë dhe kësha thopë zgjedhe ti një. Hajde përshkojmë me komentin nga Angel. Okej. E dua një mashkull në jetën time si Toni. Është Toni i hapur për lidhje? Toni është single, për ndryshe, nuk jam lidhje, kështu që mund është më mshenu në Instagram, nuk i dia e lexoj me njëherë dhe ka shumë komente, po unë pe vlerësoj si koment, normal që njërin djetë mirë kur ta merr një koment pozitiv që thotë du një jetën tem dikush si kur Toni. Besoj që unë e kom dhom atë ratësin që më mja dhom një siguri femrës, që që do të thotë mirë i ki punt. Për mua është shumë pozitive. Hajde, për lexojmë edhe ndonjë tjetër me spec. Që kjo e pak i gjatë. Nëse më ndihmon pak me lexu